A e dini se një nga historitë më të pabesueshme të lashtësisë vjen pikërisht nga trojet shqiptare? Një histori që romakët e shkruajtën me frikë dhe ilirët e ruajtën me krenari. Thuhet se rreth shekullit të 2 para erës sonë, ku legionet romake po depërtonin në territorin e fisit ilir të Pirustëve. Një prej fshatrave të tyre u rrethua nga qindra ushtar romak të udhëhequr nga një general i pamëshirshëm. Romakët prisnin dorëzimin, por ilirët jo. Mes tyre dallohej një luftëtar i ri, i njohur për forcën e jashtëzakonshme dhe guximin e marrë. Sipas kronikave antike, ai nuk kishte armë, nuk kishte mburoj, dhe nuk kishte asnjë shans përballë ushtrisë më të fortë të botës. Por kishte diçka tjetër, një gur që ai e mbante si mjet të fundit për mbrojtje. Kur generali romak ju afrua portës së fshatit, duke kërkuar dorëzimin e ilirëve, ky luftëtar u ngjit mbi një shkëm të lartë, e mati distancën dhe me një fuqi që romakët nuk e besuan kurrë, e lëshoi gurin drejt tij. Goditja ishte perfekte. Generali romak ra i vdekur përpara gjithë ushtrisë së tij. Paniku shpërtheu. Romakët humbën formacionin. Ushtria u tërhoq në kaos nga një gur, hedhur nga një ilir që nuk pranoi të dorëzohej. Kjo histori u përhap aq shumë sa vetë historian romak e përmendin si shembull të çmendur të forcës dhe guximit ilir. Dhe për Pirustët, ajo ditë u shndërrua në legjendë. Dita ku një shqiptar e ndali një general të Romës vetëm me një gur.